الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lavdrimet më sinqerta i takojnë vetëm Allahut të Madhërisëm. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë e falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu plot fuqishëm s'ka askush mund ta humbë, dhe atë që Allahu i madhruar e devijon s'ka askush mund ta drejtojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj e deklaroj se nuk ka asnjë Zot që meriton të adhurohet me të drejtë, përveç Allahut, i cili është një i vetëm, nuk ka ortak. Dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i dërguar i tij i fundit, i cili na përcolli këtë shpallje, Kur'anin famlar. Salavatet dhe selamet, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, Allahu i Madhërisëm është ai i cili krijoi kohën dhe e bërë jetën e kësaj dynjaje të përkohshme, përderisa jeta e botës tjetër është e përjetshme. Ai kështu vëllezër të nderuar e ndron natën me ditën dhe ditën me natën që njeriu të kuptoj, të kujtoj, të reflektoj dhe kështu të merr mësim nga kjo ecje dhe kalim i kohës. Thot Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famlar në lidhje me këtë në surën An-Nur, ajeti 44, yuqallibu Allahu al-lejla wan-nahar inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. Në përkthim, po thot Zoti i Madhërisëm, Allahu është ai i cili ndron natën dhe ditën. Me të vërtetë në këtë ka mësim për ata të cilët kanë sy edhe shohin. Ajo çka e dim vëllezër të nderuar edhe po e vrem është që koha po kalon shumë shpejt dhe ditët po ikin dhe ashtu siç e kemi përmend edhe javën e kaluar, ajo çfarë po kalon nuk ka mundësi të rikthehet. Prandaj edhe muaji i Ramazanit po e shohim që po kalon dal nga dal dhe përderisa para pak kohe kemi dal këtu në hutbe para juve dhe para lajmëronim ardhjen e këtij muaji të bekuar, tash jemi para juve këtu duke para lajmëruar fundin e këtij muaji të bekuar. Dhe e dim të gjithë, pra sot kjo xhuma është xhumaja e fundit të këtij muaji dhe xhuman e ardhshme me lejen e Allahut, nëse kemi shëndet, do ta presim në ditën e Bajramit. Prandaj, vëllezër të nderuar, vërtet kanë kalu shumë ditë të Ramazanit, ditë në të cilat besimtarët e sinqert janë mundu me i shfrytzu në adhurime të shumta. Ka prej besimtarëve të cilët pra janë i kanë mbushur zemrat e tyre me iman, me besim. Gjuhët e tyre i kanë lagur duke përkujtu Allahun e Madhërisëm me dhikr. Pastaj sytë e tyre kanë lotu në faljen e namazeve, posaçërisht në namazin e natës dhe në namazet e ndryshme. Dhe kështu është gjendja e disa besimtarve. E vërtet për neve mbetet me e shtru pyetjen që është shumë e rëndësishme vallë, çfarë kemi përfituar nga ky muaj bekuar. Do të m'ia bë këtë pyetje secili prej neve dhe gjithashtu të themi se si do ta përfundojmë këtë muaj, a do ta përfundojmë në favorin ton apo ndryshe. Për arsye se vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith, innamal a'malu bil khawatim, që nëse përkthejm shqip do me thonë vërtet veprat vlerësohen sipas fundit të tyre. Sipas fundit të tyre, sipas finales së tyre, e jo sipas asaj që entuziazmit
ati gëzimi që ndoshta mundemi me e përjetu në fillim të Ramazanit secili prej neve, po nuk është ky vlerësimi real. Për arsye se ai është emocion i momentit. Çdo ndryshim njeriu ka qef me pa edhe i pëlqen. E vërtet besimtar të mirëfillt që e kanë shiju vlerën reale të Ramazanit dhe janë futur në shpirtin e Ramazanit, janë ata të cilët e përmbyllin me entuziazëm, me përkushtim shumë fish më të madh se sa ja kanë fillu, dhe kështu shpresojnë te Zoti i Madhërisëm që Allahu i Madhërisëm t'i ketë pranuar veprat. Për arsye se vërtet kur Ramazani kalon nuk largohet njësoj nga të gjithë njerëzit. Nga disa largohet duke qenë ata me mëkate të falura, me zemra të pastra, me vepra të shumta. Madje ka dhe prej atyre besimtarëve që kalon Ramazani dhe ata janë të pastër prej gjunahev dhe Zoti i Madhërisëm i ka caktu apo i ka shkruar të jenë prej banorëve të xhenetit. Ashtu siç na ka tregu pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po në anën tjetër ka dhe njerëz, ka dhe edhe musliman të cilët ndoshta kalon muaj Ramazanit, por ata pra Ramazani largohet nga ata përderisa ata faktikisht janë privu, e kanë ndalu veten e tyre nga shumë përfitime që i kanë pas si shans me i marë gjatë këtij muaji të bekuar. Për këtë shkak, vëllezër të nderuar, vërtet besimtari i mirëfillt, besimtari i cili e ka ditë vlerën e këtyre muajve, kur nuk lodhet në fundin e këtij. Po e kundërta, e shton edhe sikur shembulli i atij vrapuesit kur vjen ato 100 metrat e fundit, pavarësisht sa ka vrapu, edhe nëse ka vrapu ndoshta shumë shpejt edhe o lodh, ato 100 metrat e fundit janë shumë të rëndësishme, ajo finalja është shumë e rëndësishme, prandaj nuk e veten e tij, fuqinë e tij, a ka mundësi apo jo, po e jep maksimumin për arsye se aty vrehet fituesi real. Prandaj edhe ne duhet kështu, vëllezër të nderuar, të sillemi, për arsye se vetëm kështu mund të arrijmë dhe të përfitojmë nga vlera edhe mirësitë të cilat i sjell ky muaj bekuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Aisha si tregon gruaja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që kur futej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Ramazan, agjeronte, falte namaz, bënte vepra të mira, mirë po kur vinte fundi Ramazanit, posaçërisht 10 netët e fundit, atëherë krejt ndryshonte në intensifikim të punëve, të veprave, të adhurimeve. Madje tregohet, si shpjegon Aisha, që nuk flinte natën fare. Pra vetëm duke kalu kohën në adhurime dhe në ibadetet të shumta. Për këtë shkak, vëllezër të nderuar, ta kemi parasysh këtë dhe të jemi vigjilent në këtë, edhe mos bëhemi nga ata të cilët lodhen mu atëherë kur duhet me e shtu edhe me e tregu veten tënde se je duke synu me arrit faljen e Zotit të Madhërisëm. Pastaj prej gjërave që vërtet duhet me pas parasysh në këtë fund të Ramazanit është edhe fakti se e kemi një natë në dispozicion, nata e Kadrit, natë për të cilën thot Zoti i Madhërisëm, Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit është më e vlefshme se sa 1000 muaj. 1000 muaj parafërsisht janë 80 vite, vëllezër të nderuar, 80 e sa vite. Prandaj ti mundesh me një natë të cilën e kalon gjatë 10 netëve të Ramazanit me arrit mirësinë e veprave, mirësinë e punëve, mirësinë e adhurimeve për 80 e sa vite me një natë në përgjithësi. Për këtë arsye edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shtu veprat në këto 10 netët e fundit me synimin që me e arrit dhe me e shfrytzu arritjen e këtij apo përjetimin e kësaj nate dhe me e arrit ato shpërblime të cilat na i ka premtu Allahu i Madhërisëm. Aisha, gjithashtu gruaja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, tregon, thot se e kum pyet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se cila është duaja më e mirë, cila është lutja më e mirë për besimtarin me thënë në këtë natë. E ajo është, dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë,
me thanë duan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Përkthimi, o Zoti jam, o Allahu im, vërtet ti je falës, e don faljen, andaj me fal mua. Edhe mundohuni me mësu këtë lutje gjatë tyre netëve që me thanë vazhdimisht, qoftë në namaze, qoftë gjatë ditës, qoftë gjatë natës, çdo herë me e përsërit këtë dua, për arsye se është duaja e natës së Kadrit. Vërtet, ashtu qysh, domethënë një pikë që është shumë e rëndësishme me pas parasysh, është fakti se ashtu qysh ky Ramazani e pastron shpirtin e besimtarit, edhe trupin e tij duke agjeru, gjithashtu është edhe një ritual, është edhe një adhurim i cili specifikohet në këtë muaj të bekuar, ajo është do thotë sadakatul fitrit, për rregullat dhe dispozitat e kësaj, pra kemi fol në dersin para hutbes, po du me e potencu këtë ndërlidhje që e bën Islami në mes të pastrimit të shpirtit dhe të trupit me ritualin e agjerimit edhe veprave të mira, gjithashtu pra synohet edhe të pastrohet edhe pasuria jonë duke e dhënë sadakatul fitrin. Po gjithashtu prej gjërave që vërtet besimtarët e kanë dhe e dallojnë këtë muaj, kryesisht është edhe me vitin apo me muajin e dhënies së zakatit, ata të cilët kanë mundësi apo arrin nivelin e nisabit, pra mos ta neglizhojnë as këtë. Thot Zoti i Madhërisht në Kur'anin famlar: "Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tudhlamun." Përkthimi, thot Zoti i Madhërisht në surën Al-Baqara, ajeti 272, çfarë do që jepni, është fjala sadaka, çfarë do që jepni, pra çdo gjë, pa marrë parasysh çka është ajo, ai Allahu i Madhërisht e zaventson atë dhe nuk do t'ju bëhet kur pa drejtësi. Me një fjalë, atë që keni dhënë, ajo nuk humb kurr. Ajo që keni shpenzuar për hir të Zotit, ajo nuk hupet, nuk tretet. Tek Allahu i Madhërisht ajo gjithsesi vlerësohet, edhe Zoti i Madhërisht e kompenzon me mirësi dhe me begati të tjera të shumta. Përfundimisht, edhe ajo që ka duhet me e pas parasysh në këtë rast është edhe fakti, vëllezër të nderuar, se siç e dini, Bashkia e Islame e Republikës Kosovës është institucioni i cili mirret me çështjen fetare në Kosovë në përgjithësi, prandaj e dim të gjithë se vërtet të gjitha institucionet e kësaj Bashkie Islame, duke filluar nga medreset, fakultete, xhamiat e kështu me radhë, këshillat e kështu me radhë, të gjitha funksionojnë fal kontributit të cilat e bëni ju xhamati në përgjithësi dhe ndihmesat të cilat me të cilat participojmë të gjithë ne për me ekzistu, po në anën tjetër edhe me funksionu ky institucion ashtu siç duhet. Prandaj edhe kemi rekomandim nga Bashkia Islame e Republikës Kosovës të ju lajmërojmë se vërtet ndihmesat të cilat ju e bëni duke filluar me sadakatul fitrin, po gjithashtu edhe me zakatin, në këtë formë jo vetëm që kontriboni që ky institucion të ekzistojë dhe të funksionojë, por gjithashtu edhe me këtë aspekt ju kontriboni që të zhvillohet jeta fetare në Kosovë ashtu siç duhet edhe ashtu siç i ka hije. Prandaj ta keni parasysh edhe e përmenda edhe në dersin para xumas që vërtet në pagesën e këtyre zakatul fitrit apo sadakatul fitrit ta keni parasysh që ato pagesat të bëhen në këshillat edhe në përxhamiat e këshillave lokal në përgjithësi të Bashkisë Islame të Republikës Kosovës. Vëllezër të nderuar, Ramazani është afru dhe tani po largohet, kanë mbetur vetëm edhe pak ditë, prandaj ta keni parasysh këtë dhe mundohuni të jeni prej atyre të cilët vërtet shpeshtojnë lutjet e sinqerta për veten e tyre, për familjet e tyre, për vendin e tyre në përgjithësi dhe bëhen nga ata të cilët vërtet e japin mundin e tyre që vërtet këto pak ditë të cilat na kanë mbetë dhe i kemi në dispozicion t'i kalojmë ashtu që ashtu që arrim kënaqësinë e Allahut të Madhërisht edhe të bëhemi nga ata të cilët vërtet e përcjellim këtë Ramazan duke qenë faqebardh
me vepra me mëkate të falura dhe me vepra të shumta të pranuara. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.